nuk jam këtu për të vlerësuar, unë kam përcjell një letër tani drejt zotit Kurtit, edhe në atë letër kam shfaqur pozicionet e LDK-s dhe të ardhmen për Republikën e Kosovës, ju ftoj të analizoni dhe më pas ndoshta edhe ti krahasoni. Por në politik nuk jemi për percepcione individuale, e aq më pak për treguar se çfarë preferojnë vetuesit e një partie tjetër. Për ato flas unë. Nuk kemi komunikim tjetër, pra letra e djeshme e ardhur në zyrën e LDK-s është trajtuar me seriozitet dhe respekt. Po kthehemi me përgjigje me një letër dhe po kthehemi me thirrje për një momentum të ri politik. Po përkrijojmë një momentum të ri politik dhe i ftojmë gjitha partitë politike shqiptare që të jenë pjesë e këtij momentumi për të dhënë zgjidhje. Nëse nuk duan të jenë pjesë e kësaj politike, le të vazhdojmë me plogada institucionale çfarë kemi tani. Nuk besoj që letra kam ende. Jo, unë paralelisht me dërgimin e letrës vendosa të drejtojmë juve për shkak të respektit që madh për punën e madhe që bën ju. Në momentin e parë, 24 shtatë, që liderët politik shqiptar janë të gatshëm të bëjnë një takim të tillë. Qëndrimi i LDK-s është i pandryshueshëm. Pra e para, qëndrimi i LDK-s është i pandryshueshëm. Mos e ngritni si temë, nuk do ndryshoj. Nuk do ndryshoj ky qëndrim pavarësisht se vjen një letër apo sa letra vijnë. Është qëndrim politik i artikuluar, menduar dhe i ndërtuar me kohë. Nuk e kam ndërmend as të tradhtoj votuesin e LDK-s, e as ta vendosi këtë votues në situata të palakmueshme që ndihet i mashtruar. Kjo kohë ka përfunduar. Pra, votuesit tanë, mbështetësit tanë, le të qëndrojnë qetë. Unë po flas për zgjidhje politike në një krizë të madhe në cilën është Kosova.